Me shaka i kam shkruajtur ca miqve, po vazhdove të postosh më për gjestin, do të bëja friend. Dhe ja thash seriozisht. Ishte një çast sublim aty kur ai u qellua. Po. Ishte sublim, ti e quan sublim atë moment? Po, sepse bie gjithë kjo fasada që ka ngritur tani për sjelljen politikisht korrekte, për mos përmend ngjyrën, racën, mos përmend këtë, mos bullizo, mos tall. Po unë besoj se bullizimi bën njerëzit më të mirë. Ua, shumë e bukur kjo si teori që ti po e thua për të parë kaq publikisht. Se besoj se guxoni ta thotë. Kjo është problemi që të vërsulen 1000 gojë që nuk e kuptojnë pse dhe si, dhe ti dukesh radikal. Në fakt, unë kam një mendim pse e mbështes. Pse? Pse bullizimi të bën njërin më të mirë? Ka qenë një film, do ta them shumë kështu, është një skenar fare naiv, po një film me The Rock, Dwayne Johnson dhe ky tjetri, Kevin Hart. Vazhdon historia e humorit, i holli me të trashin etj. Se funksionon gjithmonë. Gjithmonë është një çift, Olja me Stele. Olja me Stele. Ata e kanë pikasur, se nuk ka krijime së fundit, ka vetëm riciklime të gjetjeve të vjetra, edhe në muzikë, edhe në kinema. Çfarë ishte ky film? Ishte një histori suksesi mbi bullizimin. Ku Dwayne Johnson në të rritë e veta kishte qenë një djalë overweight, shumë i shëndosh, siç e themi ne këtu bol, me faqe të mëdha, me dhjam, me rrumbullakët komplet. Nuk bënte dot kaluçin si ai, e mban mend atë Eftanin, qullac, që s'bënte dot kaluçin në shkollë, ka qenë një film këtu. Edhe ai punoi aq fort, shikosh po lidhen vetë gjërat, mu po e lë një temë dhe zënë temë, pse se vin shumë, puqen ato numrat. Edhe ky ishte një film i bullizimin. Guximtarët, nëse e kujton. Guximtarët. Ku ai ishte më i urtë i klasës, ishte nxënës shumë i mirë, po në fizikulturë nuk shkëlqente dhe Xhaxhi Enver kishte thënë që duhet të jemi trupi shëndosh në mendje shëndosh. Kështu që një mendje shëndosh s'mund të rrinjë në një trup të dobët. Po, sa i bënte ato gjimnastikat në mëngjes. Nuk i bënte pa qëllim. Patjetër. Njësoj edhe me Dwayne Johnson. Dwayne Johnson ishte ky fëmijë bullafiq, mbi pesh, i pa palestruar, i pa fizikultuar, që u tall gjithë jetën dhe krijoi komplekse sepse shokët e tallën. Deri ditën që vendosi mos ketë më të tilla probleme në jetën e vet, dhe filloi një regjim shumë fort palestre dhe u bë ai që u bë Dwayne, dhe del atje me muskulin e vet shumë madh, u bë agent i CIA-s, ishte një nga agentët më të mirë, i fuqishëm në aksion, dhe gjithë filmi zhvillohet mbi historinë e tij, ku në fund ai që e bullizonte mori një grusht krejtësisht të merituar nga ky ish qullaci, që sot është agent i CIA-s, dhe e shtrin atje në tokë, domethënë i jep gjithë shpagimin e jetës vet, kënaqet. Ama ai bullizuesi, unë thash, s'duhet goditur. Ai duhet ngritur, duhet puthur në dy faqe dhe duhet thënë faleminderit se ti më bëre kjo që jam sot.